Gara për drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit ka përfunduar në gjykat, pasi kandidati Gentian Ndoj kundërshton vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për emrimin e Joni Ketës. Ndoj pretendon se ishte renditur i pari nga Komisioni i Përzgjedhjes pranë SPAK-ut dhe kërkon shfuqizimin e vendimit, duke argumentuar se procesi nuk ka respektuar standardet ligjore. Ai kërkon gjithashtu të njihet si drejtues i Byros Kombëtare të Hetimit dhe të kompensohet financiarisht. Megjithatë, kuadri ligjor nuk e detyron automatikisht emërimin e kandidatit me më shumë pikë, pasi përzgjedhja përfundimtare mbetet në diskrecionin e KLP-s, ndërsa propozimi bëhet nga SPAK. Më herët Ndoj tentoi të ndiqte të njëjtën rrugë administrative pranë vet KLP-s, por kërkesa e tij nuk u mor në shqyrtim me argumentin se procedura e përzgjedhjes nuk parashikon një mekanizëm të tillë ankimi. Seanca e radhës në apel është caktuar më datë 7 prill, ku pritet të dëgjohen konkluzionet përfundimtare dhe më pas të merret vendimi për një çështje që tashmë ka kaluar nga një garë institucionale në një përballje të vërtet gjyqësore. Komisionerja për zgjerimin në Bashkimin Evropian Marta Kos kundërshton idenë e Edi Ramës dhe Aleksandr Vučićit për integrim të përshpejtuar të vendeve kandidate në tregun e përbashkët dhe zonën Schengen, pa miratimin e plotë të vendeve anëtare. Ajo thekson se procesi kërkon reforma të thella ekonomike dhe politike dhe nuk mund të anashkalojë vendimarrjen e shteteve të Bashkimit Evropian. Kos prezantoi 3 opsione për zgjerimin, duke përjashtuar si të papranueshme ruajtjen e status quo-s dhe antarësimin e shpejt pa reforma. Sipas saj, fokusi mbetet te integrimi gradual si rruga më realiste për përshpejtimin e procesit të antarësimit. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj sot kritikave për Shqipërinë, korrupsionin dhe trafikantët gjatë Matchmaker Albania, duke theksuar përparimin e vendit në turizëm dhe investime. Nga disa muaj turizmi dhe 300 deri 400 milion euro investime, Shqipëria ka arritur 12 milion turist dhe 1.6 miliard euro investime të drejt për drejta në vit. Teksa mbajti fjalën e tij të gjatë në aktivitetin Matchmaker Albania, ku të pranishëm ishin përfaqësues të rëndësishëm të komunitetit ndërkombëtar, Rama u shpreh se korrupsioni po zvoglohet dhe ftoi investitorët të provojnë rakinë shqiptare si simbol mikpritje dhe për të harruar shqetësimet për krimin e organizuar. Ai theksoi se vendi po bëhet çdo ditë më i mirë dhe kritikëve u kërkoi të ndalin shpifjet. Madje Rama shkoi shumë larg, jo për gjë, por për këtë ironizonte dikur Berishën, duke i thënë Europës të shihet mirë në pasqyrë, pasi Shqipëria nuk është më pak e korruptuar se ajo. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku del kundër Sali Berishës. Ajo thotë se Ervin Saliani duhet të jetë pjesë e garës së Partisë Demokratike për kreun e saj. Sipas deputetes, PD nuk mund të humbas asnjë figurë dhe duhet të përfshijë të gjithë, duke shmangur përçarjet e brendshme. Ajo apelon që Saliani të marrë pjesë në diskutimet brenda strukturave të PD-s dhe të garojë brenda saj, duke mos zhvendosur debatet në publik. Tabaku thekson rëndësinë e reflektimit pas zgjedhjeve të fundit dhe thotë se zgjerimi dhe forcimi i partisë mbeten prioritet. Mirpo për deklaratën e Tabakut, Berisha u pyet sot në konferencën për shtyp nga Selia Blu nga gazetarët. Ai e cilëson qëndrimin e Tabakut si personal dhe thekson se Saliani është vetë përjashtuar për shkelje të statutit dhe nuk ka pasur funksione brenda strukturave. Ish-deputeti demokrat Ervin Saliani ju përgjigj direkt deklaratave të kryedemokratit Sali Berisha, nxitur nga thirrja e mëhershme e Jorida Tabakut. Saliani mohon kategorikisht vetë përjashtimin siç e cilëson Berisha nga PD. Ai thotë se vazhdon të jetë pjesë e partisë me kontribut të vazhdueshëm dhe sakrifica deri në burg politik. Saliani akuzon Berishën direkt se shmang garën brenda partisë dhe kërkon rregulla të qarta dhe vot të lirë për demokratët, duke e cilësuar pjesën tjetër të debatit si propagandë. Ai thekson nevojën për një proces konkurrues të drejtë dhe transparent në drejtimin e Partisë Demokratike. Kush ka lidhje dhe me kë do kemi kohë do i qartësojmë, por pyetjet mbeten: a do të ketë garë të hapur? A do të ketë votë të lirë për demokratët? Si do fitojë Partia Demokratike? Kur? A mbahet përgjegjësi për rezultatet dhe premtimet? A mundet një kandidat përjashtojë kandidatin tjetër? Se në mungesë të garës shpiken romane me vetë përjashtime. Unë nuk jam vetë përjashtuar nga askund. Përkundrazi, kam qenë dhe jam pjesë e Partisë Demokratike me kontribut, sakrifica deri në burg politik me përballje reale dhe fitore për demokratët. Problemi nuk është kush përjashtohet, por pse nuk lejohet gara, se Sali Berisha apo kushdo tjetër mund të thotë çfarë të dojë për mua, por nuk mund të shmang pyetjen kryesore pse i trembet garës. Unë kërkoj vetëm një gjë: rregulla dhe vot. Këtë kërkojnë demokratët, shoqëria dhe partnerët. Pjesa tjetër është propagandë për të mbuluar frikën, përfundon Saliani.
Kryedemokrati Sali Berisha denoncoi sot se antarja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Adriana Kalaja ka marrë kërcënime me jetë prej më shumë se një muaji dhe këtë ai e lidh me kryeministrin Rama dhe bashkëshorten e këtij të fundit, për paditë që Kalaja ka depozituar në SPAK për çështje korruptive. Berisha akuzon ekzistencën e një vrasësi digital me pagesë të mbrojtur nga Rama dhe paralajmëron se çdo incident ndaj Kalas do të jetë përgjegjësi e kryeministrit. Ai gjithashtu akuzon Ramën për bllokimin e hetimeve ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke e cilësuar vendimin si një akt që pengon integrimin europian të Shqipërisë dhe cënon pluralizmin institucional. Ministria e Shëndetësisë Evi Sala njoftoi sot se në QSUT pas datës 20 prill nuk do të kryhen analiza laboratorike për të shtruarit për shkak të mungesës së fondeve, pasi kontrata e koncesionit me një kompani private përcakton një tavan mujor shpenzimesh. Pas arritjes së kufirit lejohen vetëm analizat urgjente, ndërsa pacientët jo urgjent përballen me shtyrje diagnozash dhe vonesa në trajtime. Ky model lidh aktivitetin mjekësor me fondet mujore, duke kufizuar autonominë e mjekëve dhe funksionimin e spitalit sipas kritereve klinike. Ministria po mbledh të dhëna për të adresuar problemin dhe planifikon zgjidhje brenda vitit, ndërsa ka miratuar ndryshime për rritjen e transparencës në çmimet e barnave dhe furnizimin e qëndrueshëm. Deklarata e ministres së Shëndetësisë ditën e sotme përbën një skandal të rëndë. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, konfirmoi sot se sulmi kibernetik ndaj postës shqiptare i atribuar një grupi iranian po hetohet nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike dhe stafi i postës. Analizat tregojnë se nuk është fshirë asnjë dhënë dhe shërbimet funksionojnë normalisht. Disa shërbime u vendosën përkohësisht jashtë funksionit për analizë të plot. AKSK njofton se sulmi po verifikohet, masat parandaluese janë marrë dhe qytetarët do të informohen në mënyrë transparente me një raport përfundimtar. Ministri thekson se Shqipëria ka një nga sistemet më të avancuara të sigurisë kibernetike në rajon dhe kapacitet për të garantuar integritetin e të dhënave publike. Ashtu sikurse u paralajmërua, ditën e sotme u mblodh bordi i transparencës dhe vendosi çmime tavan për karburantet në Shqipëri. Kështu nafta nuk do të shitet më shumë se 203 lek litri dhe benzina jo më shumë se 175 lek për litër, dhe ky vendim hyn në fuqi ditën e sotme ora 18:30. Vendimi është i përkohshëm dhe do të rishikohet në mbledhjen e ardhshme të bordit të transparencës. Autoritetet e linjës paralajmërojnë operatorët për zbatim të detyrueshëm, duke theksuar se shkeljet do të ndëshkohen me pezullim aktiviteti. Masa synon mbrojtjen e konsumatorit dhe ruajtjen e konkurrencës në treg, ndërsa një nga arsyet kryesore të çmimeve të larta mbetet akciza. SPAK shpall pretencën për 17 të pandehurit e akuzuar për kultivim kanabisi në sera të mbyllura në Berat, ku përftua sasia 1.7 deri 1.8 ton kanabis. Prokurori Behar Dibra kërkoi 133 vite burg në total, me dënimet më të rënda për Sadedin Hasajn dhe Blerim Xhekën, 13 vite secili. Për 4 pandehurit e tjerë, familjarët Mema, u sugjerua pezullimi i dënimit me vendosje në provë për 3 vite. Për të tjerët kërkohet dënim nga 5 deri në 10 vite burg. Operacioni nisi më 10 nëntor 2022 me sekuestrim 870 kg kanabis dhe arrestimin e 11 personave. Më 22 prill 2024, 9 persona të tjerë morën masën e sigurisë arrest me burg. Hetimet zbuluan përgjegjësinë e policisë lokale për mos zbulim të aktivitetit kriminal. Në gjykatën themelore të Prishtinës u zhvillua sot procesi ndaj Neim Murselit, Kushtrim Kokallës dhe Granit Plavës për vrasjen e Liridona Ademajt, bashkëshorte së Murselit. Gjatë seancës gjyqësore, Murseli pretendoi se grabitësi kishte kërkuar vetëm para dhe telefona dhe mohoi përfitime personale nga arma e bler nga Plava. Granit Plava deklaroi se vrasja ishte bërë në marrëveshje me Murselin, i cili i kishte premtuar daljen nga burgu pas 2 vitesh dhe përmendi gjithashtu pretendimin e tij se për rastin kishte dijeni edhe Bexhet Pacolli. Plava tha se deklaratat në polici ishin nën presion dhe se kishte marrëveshje paraprake me Murselin për të marrë përgjegjësinë, duke përfshirë edhe ofertën për punë dhe automjet. Procesi vijon me hetimin e rolit të secilit të akuzuar dhe provat e paraqitura deri më tani. Bota po përballet me tensione të forta mes SBA-ve, Iranit dhe Izraelit, me deklarata të bujshme nga Donald Trump e Benjamin Netanyahu, ndërsa sulmet dhe përgatitjet ushtarake vijojnë në këtë rajon të nxehtë. Negociatat për armëpushim mbeten të paqarta, duke rritur pasigurinë globale, teksa edhe afati i armëpushimit 5 ditor po përfundon. Paralelisht, kriza ka ndikuar në ekonomi, duke çuar në rritjen e çmimeve të naftës dhe masa nga vende si Gjermania e Polonia për uljen e taksave mbi karburantet. Situata ka prekur edhe udhëtimet ajrore me mira fluturime të anulluara. Në këtë klimë
rreziku i përshkallëzimit të konfliktit mbetet ende i lartë. Ndërkohë pas planit amerikan me 15 pika, duket se Irani ka dorëzuar përgjigjen e tij zyrtare. Teherani paraqet kushte për armëpushim dhe garanci sigurie. Në këto kushte, negociatat mbeten të pasigurta e të paqarta. Ndërkohë, gjatë orëve të fundit Irani ka sulmuar aeroportin ndërkombëtar të Kuvajtit. Në deklaratat e orëve të fundit, presidenti amerikan Donald Trump ka habitur jo pak kur ka treguar se Irani i ka ofruar të ishte lideri i tyre suprem. Ndërkohë Donald Trump ka përsëritur sulmin ndaj aleatëve europian. Ai thotë se NATO nuk ka bërë asgjë për të na ndihmuar me Iranin e çmendur. Deklaratë së cilës i është përgjigjur menjëherë shefi i aleancës Mark Rutte thotë se Donald Trump është i frustruar. Nga ana tjetër, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se Izraeli nuk tërhiqet nga sulmet ndaj Iranit dhe pretendon se është vrarë komandanti i gardës revolucionare. Ndërkohë mediat ndërkombëtare flasin për goditjen përfundimtare të Trump, ku përmendin 4 skenar që shubat po shqyrtojnë nëse negociatat me Iranin do të dështojnë. Varshava e Polonisë është mbërthyer sot nga një atmosferë elektrizuese puro shqiptare. Edhe pak na ndajnë nga ndeshja e shumë pritur mes Shqipërisë dhe Polonisë sonte në mbrëmje në Varshavë ora 20:45. Ndeshje e cila luhet në kuadër të play-offeve për kampionatin botror të futbollit 2026. Shpresat për kualifikimin e Shqipërisë në këtë kompeticion të rëndësishëm botror për herë të parë janë më të ndezura se kurrë. Tifozët kuqezi kanë pritshmëritë e larta për sonte. Pak orë përpara ndeshjes, Reimana i ka motivuar kombëtaren, pasi ai vetë nuk është përfshirë në listën e të grumbulluarve nga trajneri Silvinho për këtë ndeshje. Teksa kombëtarja shqiptare e futbollit ndodhet përballë një momenti vendimtar, teksa në 2 javët e ardhshme do të luajë shansin për të siguruar pjesëmarrje në Kupën e Botës, evenimenti më i rëndësishëm për ekipet përfaqësuese për herë të parë në historinë e saj. Shqipëria merr pjesë në fazën play-off dhe nëse do ta kalojë me sukses këtë fazë, shuma që do të fitojë konsiderohet marramundse. Çdo ekip që siguron pjesëmarrjen përfiton menjëherë $1.5 milion për shpenzimet organizative dhe logjistike. Përveç kësaj, çdo kombëtare garanton edhe $9 milion si bonus pjesëmarrjeje. Bonuse shtesë jepen për çdo fazë të kaluar, ndërsa fituesi i turneut shpërblet me $50 milion. Duke pritur me padurim mbrëmjen e sotme, i urojmë kombëtares shumë fat në përballjen me Polonin dhe pse jo të shkruhet historia sikurse në Europian, këtë herë edhe për në botror.